Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro është paraqitur këtë të enjte në ambientet e SPAK, në një zhvillim që ka rritur ndjeshëm interesin publik dhe ka shtuar dyshimet për një lidhje të mundshme me hetimet mbi skandalin e mbetjeve të rrezikshme. Edhe pse nuk ka ende një njoftim zyrtar nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, burime pranë hetimit bëjnë me dije se paraqitja e saj mund të jetë në kuadër të verifikimeve për një nga çështjet më të rënda mjedisore të viteve të fundit në vend. Kumbaro ka shërbyer si ministre e turizmit dhe mjedisit nga shtatori 2021 deri në vitin 2025, periudhë gjatë së cilës dyshohet se janë zhvilluar një sër procedurash që lidhen me menaxhimin, transportin dhe eksportin e mbetjeve industriale. Hetimet kanë zhbulluar se rreth 2800 ton mbetje toksike të prodhuara nga proceset e përpunimit të çelikut janë administruar nga kompani si Kurum dhe Sokolaj, ndërsa një pjesë e tyre u tentua të eksportohej jashtë vendit. 2 anije me këtë ngarkesë u ndaluan nga autoritetet ndërkombëtare dhe u kthyen në Shqipëri, pas dyshimeve për përmbajtje të rrezikshme si kadmium dhe krom, element me ndikim të rënd në shëndetin e njeriut dhe mjedisin. Në shkresën e prillit 2022, eksaktësisht në datën 20, kompanisë Sokolaj i është dhënë leja e transportit të mjeteve të rrezikshme dhe të parrezikshme. Kjo shkresë, që është dokument zyrtar i nivelit të klasifikuar, është firmosur nga asokohe Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Mirela Kumbaro. Në vijim të hetimeve, autoritetet shqiptare lëshuan 33 urdhër arreste për persona të përfshirë përfaqësues të kompanive dhe zyrtar të institucioneve shtetërore, si Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe Dogana e Durrësit. Ndërkohë 102 kontejner me mbetje të dyshuara toksike janë zhvendosur nga Porto Romano drejt fshatit Vrin, pranë Shënavlashit, nën masa sigurie dhe mbikëqyrje policore. Sipas ekspertizave ndërkombëtare, këto mbetje klasifikoheshin si të rrezikshme dhe mund të shkaktonin pasoja afatgjata, përfshirë rrezik për kancer dhe ndotje të burimeve ujore.